Përshëndetje gjithëve, kësaj here në podcast do të flasim për ngjarjet kriminale, për ngjarjet që kanë shoqëruar gjithë vitin 2025, edhe unë më duket si klishe se e përmend sa herë që e kam të ftuar, por kush më mirë se sa ajo mund të flas për këto ngjarje, është gazetarja e Kronikës Aida Topalli. Faleminderit shumë Aida që je me ne. Mario, të përshëndes, shumë kënaqësi si gjithmonë, të jem në radar, në atë pjesën time të rrjeteve sociale të zemrës. Faleminderit shumë Aid. Po si e ke parë këtë vit? Të shoqëruar plot ngjarje kriminale, por cilia ka qenë ajo që ka bërë më shumë ti buj? Patjetër, shikon fakt po hitja nisi përpara se sa të vija këtu përpara teje për të rikujtuar edhe një herë se çfarë ka sjell ky vit sa i takon ngjarjeve kriminale. Dhe di çfarë vura re Mario, që në pothuajse çdo muaj kishte 1, 2 ose në disa muaj edhe më shumë se 2 vrasje, e në rastin më të keq disa nga ngjarjet kriminale të shënuara në vendin tonë këtë vit kanë qenë edhe me nga 2 viktima, pra që e ka përcej disa të fajshme, disa të pafajshme, pastaj këto janë hetimet që do t'i ndajnë nëse janë gjendur në vendin e gabuar apo kanë pasur lidhje me ngjarjet. Vetëm në 2 muaj nuk ka pasur ngjarje kriminale të regjistruara, në muajin maj dhe në korrik, ndërkohë që në janar, në shkurt, në mars, në prill, në qershor, në gusht, shtator, tetor, nëntor dhe dhjetor ka pasur ngjarje kriminale të regjistruara. Qartë, por ajo që bie në sy është një ngjarje që është shoqërua pak javë dhe pak muaj më parë në Rinas, ku vra Gilman Todani, krau i djathtë i Shullazit. Ka qenë ajo ngjarje më e bujshme këtij viti? Në fakt do të nisja disa ngjarje të rënda që kanë ndodhur këtë vit në vendin tonë. Së pari njëherë ka pasur një rritje të numrit të vrasjeve me thikë dhe për motive banale. Për shembull, disa muaj më parë, vetëm brenda një dite ishin 3 ngjarje të rënda të regjistruara me thikë, një si pasojë e krimit brenda familjes dhe 2 të tjera, njëra në vendin e punës, 2 të tjerat në vendin e punës, në fakt, në të dyja rastet, një në Berat, një në Tiranë dhe një në Durrës. Ka qenë shumë e rëndë vrasja e shtetases së huaj, e cila erdhi së bashku me të jatin në Shqipëri, duke u mashtruar nga ky i fundit, dhe ky i fundit e vrau në një shtëpi me qera të marrë në kryeqytet. Besoj të kujtohet dhe është një nga rastet patjetër më të vështira për tu raportuar, por edhe për faktin se këta shtetas të huaj kishin marrë informacion dhe ishin të bindur që të vish në Shqipëri dhe të kryesh një vrasje nuk mund të zbulohet aq lehtë, pavarësisht se policia shqiptare për fat të mirë në bashkëpunim edhe me policinë gjermane arritën që ta zbardhin ngjarjen në fakt në një kohë le të themi relativisht të shpejtë. Ngjarja tjetër e rëndë ka qenë dy vrasjet e ndodhura në qytetin e Shkodrës, njëra me 2 viktima dhe tjetra me 1 viktim. Njëra ndodhi në ditën e parë të shkollës mu në afërsi të një prej shkollave 9-vjeçare të kryeqendrës së Veriut, dhe tjetra në një kafenet të mbushur plot me njerëz. Njëra nga ngjarjet kriminale zbardhur tashmë nga policia e Shkodrës për shkak se u arrestua autori i ngjarjes dhe pranoi që në fakt shenjestër kishte qenë një nga personat që mbeti i plagosur, ndërsa ngjarja tjetër gjithashtu e regjistruar në pedonale në një zonë shumë të populluar qytetit Shkodrës, vazhdon të jetë e pazbardhur nga policia dhe prokuroria e Shkodrës. Ndërkohë, nëse vi pastaj më pas, patjetër që ngjarja e Rinasit për shkak të vendit ku ndodhi, për shkak të masave të shtuara të sigurisë që ka i gjithë perimetri, le të themi, i aeroportit, e bën një ngjarje të rëndë, edhe për nga mënyra se si u organizua kjo vrasje, pra zgjati në një kohë ndryshe nga ngjarjet e tjera, Mario, që përgjithsisht zgjatëshin tek 30 apo 40 sekonda. Atentati i Rinasit ka marrë gati 2 minuta kohë për autorët për të arritur, le të themi, qëllimin e tyre final, që ishte ekzekutimi i objektivit kryesor, të paktën të dyshuar deri tani nga ana e policisë dhe prokurorisë Gilman Todanit, dhe që shoqërohej nga
Mustafa Sheqeri apo Muçi Shaljani, siç një ndryshe një efektiv apo një punonjës si autoritetit të mbikëqyrjes policore i cili ndroi jetë disa ditë më pas në spitalin e traumës në kryeqytet. Nga ana tjetër, edhe mënyra pra, në fakt unë gjërin e Rinasit e kam konsideruar tipik një akt terrorist, sepse autorët vepruan, ishin 3, pra nuk ishte një, dhe vepruan pa u menduar as pak, duke qelluar edhe në drejtim të ambienteve të lokaleve që janë shumë afër, të qindra njerëzve të cilët të mira njerëzve në fakt, të cilët hyjnë dhe dalin nga aeroporti i Rinasit dhe nuk patën asnjë lloj, le të themi, hezitimi apo ruajtje, por qëllimi i tyre ishte të ekzekutonin apo të kryenin ato detyrën që kishin marrë përsipër dhe për të cilin dyshohet edhe që të jenë paguar. Dhe këtu bëhet fjalë për një nga vrasjet më të kushtueshme, në fakt, sa flitet në atë botën e errët, një nga vrasjet më të kushtueshme të bëra ndonjëherë në vendin tonë, me një vlerë prej 5 milion eurosh, me disa grupe të dyshuara si të përfshira që kishin për qëllim ekzekutimin e Gilmando Damit, apo le të themi atë zbehjen e fuqisë së grupit të Emiliano Shullazit, që edhe pse vazhdon të jetë duke vuajtur dënimin përsëri, duket që jashtë ka, le të themi, një peshë ende grupi i tij. Po roli SPAK, si ka qenë ndaj krimit në këtë vit? Ka pasur disa operacione në fakt, Mario, sidomos disa nga grupet kriminale që ishin konsideruar, le të themi, si të paprekura. Në fakt, më shumë se sa grupe, unë do t'i konsideroja familje kriminale apo familje mafioze, për shembull, operacioni Ura, i bërë në bashkëpunim me autoritetet italiane dhe agjensitë europiane ligjvatuese, u godit grupi i troplinëve, pra grupi i Xhevdet Troplinit, pavarësisht se për këtë të fundit autoritetet italiane nuk mundën të gjenin prova si i përfshirë në mënyrë të drejtë për drejtë në trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike, duke përfshirë këtu edhe trafikun përmes portit të Durrësit, herë si port hyrëse e herë si port dalëse e lëndëve narkotike, por nipi i tij, Elvis Doçi, apo i njohur ndryshe si visi i Pojës, u shpall në kërkim në fakt 2 herë nga prokuroria e posaçme, në 2 hetime të përbashkëta me italianët, në të dyja rastet për trafik të lëndëve narkotike. Ka bërë jo pak buj, patjetër, edhe goditja e, le të themi, antarëve të fisit Raja. Antarët e këtij fisi janë bërë të njohur për disa arsye. Së pari, duke qenë se kemi pasur në parlament Raman Rajon, një deputet të Partisë Socialiste, ndërkohë nga krahu tjetër të gjithë e mbajnë mend historinë e Gjisela Malokut, e cila denoncoi dhunën e ushtruar nga ishi dashuri i saj, Recep Raja, nipi i deputetit socialist, dhe përpara, në mos gaboj, 2 vitesh u përfshi në një tjetër rast barbar, do të thoja, dhune të ushtruar ndaj fisit Maja në afërsi të zonës së Thumanës, pikërisht për shkak të mosmarrëveshjeve që kishin pasur për një zyrore, banorët e fshatit apo antarët e këtij fisi pretendonin që buroria po ju prishte shtëpitë dhe në fakt me të drejtë antarët e fisit Raja shkuan dhe ushtruan dhunë barbare dhe për më tepër videot i postuan edhe në rrjetet sociale duke bërë një sehir, le të themi, dhe një karshillok të madh publik, por edhe institucioneve. Kohë e cila dhe akti i cili në fakt i kushtoi edhe dorëzimin e mandatit apo lënien e mandatit deputetit socialist, e nga ana tjetër çoi edhe në shkrirjen e komisariatit të Krujës, por goditja e kësaj radhe ishte më e rëndë sepse bëhej fjalë për tonelata kanabisi të trafikuara nga Shqipëria drejt vendeve të Bashkimit Evropian, por edhe në vende të tjera të Bashkimit Evropian, kryesisht të asaj të llojit kanabis sativa, sikurse e citova. Ndërkohë që ende nuk ka pasur edhe sekuestrime, por ende sidomos të pasurive të grupit të Pojave, pra të grupit të antarëve të grupit të Xhevdet Troplinit, por nga ana tjetër ende nuk kemi parë, le të themi, apo nuk e dim saktësisht sepse duhet pritur edhe përfundimi i gjykimit të gjitha hetimeve
për të marrë se çfarë do të ndodhë me pasuritë e krimit të organizuar në Shqipëri, pra sa realisht do të kalojnë këto të fundit në favor, le të themi, apo siasetet të shtetit shqiptar, dhe sepse kemi parë diçka, Mario, për hir të së vërtetës, çfarë ndodh? Në vitet e më parshme ka pasur jo pak raste kur janë arrestuar, dënuar me vendim të formës prerë personazhet botës krimit, të cilët kanë trafikuar lëndë narkotike, ju janë sekuestruar pasuritë, dhe sot jemi në ditën që pasuritë e sekuestruara të tyre janë në përdorim po nga ata, vetëm se i paguajnë një qira shumë të vogël të shtetit shqiptar. Dhe le të shohim se si do të funksionojë këtë rast, le të themi kjo hallk e drejtësisë, ky institucion, se sa do ta kenë të mundur shmangjen që këto asete të mos ju rikthehen përsëri poseduesve fillestar, pra ata të cilët i kanë vendosur përmes parave të palishme. Është edhe kjo një luftë më vete. Qartë dhe interesante kjo që the Aida, po spak a ka të tjera aksione në mendje, pra përflitet që mund të ketë të tjera aksione të bujshme sa i takon krimit, pa përmendur emra gjithmonë. Patjetër, shiko, në Shqipëri funksionojnë dhe operojnë, le të themi, jo vetëm në Shqipëri dhe jashtë saj, sepse kryesisht trafikantët shqiptar apo le të themi mafia shqiptare, sa e konsiderojnë të tillë, sa nuk e konsiderojnë, po unë po i referohem me këtë term, e kanë shtrirë aktivitetin e tyre edhe jashtë vendit. Dhe çfarë ndodh? Patjetër që autoritetet e huaja kanë hetime aktive në të cilat në shumicën e rasteve, faktë edhe nëse shohim operacionet e italianëve sidomos, apo edhe të Amerikës Latine, përgjithsisht dalin shqiptar që ose janë të përfshirë antarë të këtyre grupeve, e në disa raste janë edhe në drejtimin e këtyre grupeve, kryesisht të trafikut dhe të shpërndarjes së drogës. Dhe çfarë ndodh? Në secilën nga këto hetime, sidomos kur kanë dyshime shtetet e huaja që paratë përfituara nga trafiku i lëndëve narkotike apo nga aktivitetet të tjera kriminale në vendet e tyre kanë rrjedhur dhe kanë ardhur në Shqipëri dhe janë pastruar në Shqipëri, patjetër që do të ketë edhe hetime të kësaj natyre. Pastaj ne kemi edhe grupe të cilat nuk janë goditur ende, Shqipëria nuk ka vetëm, le të themi, grupin e pojave apo grupin e më kujto disa grupe të tjera të goditura të Bajrajve apo grupi Suel Çelës, të cilët janë goditur në një farë mënyrë nga prokuroria e posaçme, patjetër që ka edhe grupe të tjera të skeduara që janë apo kanë një rol shumë të rëndësishëm në trafikun, sidomos sepse sot nuk flasim më, pra le të themi, për prostitucion apo vepra të tjera penale, por kryesisht flasim për trafik të lëndëve narkotike. Patjetër që ka grupe shumë të fuqishme që vazhdojnë aktivitetin e tyre kriminal në trafikun e drogës, si nga vendet e Amerikës Latine drejt Europës apo edhe brenda territorit të Bashkimit Evropian. Edhe sot në Shqipëri nuk është se nuk hyn drogë. Kjo qartë. Aida, po ashtu ju e keni parë së fundmi që ka pasur edhe disa sulme që janë të motivuara dhe provokuara nga TikToku, nga reagimet që bëjnë personazhe të ndryshme. Kemi parë rastin e djalit 26 vjeçarit në zonën e Freskët që u dhënua nga disa persona, po ashtu ishte rasti më i fundit i Elton Toze pas deklaratave që ai bëri, pati një dhunë të ushtruar ndaj tij. Suada Muça po ashtu u dhënua për shkak të agravimit që ndodhi në TikTok. Pse ndodhin këto dhe ndërmerren masa, sepse shohim që s'ka denoncime, shohim që nuk ka arrestime sa i takon këtij zhvillimi. Shiko, që ti ndajmë pak. Rasti i Elton Tozaj dallon nga rastet e tjera, sepse së pari akuzat e bëra publike nga ana e tij thotë që për shkak të disa deklaratave të bëra në media, pra deklaratave publike në funksionin e tij si gazetar, kanë ndikuar që personat të cilët ai në fakt edhe i ka etiketuar pa përmendur emra, por duke dhënë le të themi direktiva të caktuara që fare mirë
shumë prej nesh apo edhe vetë institucionet mund t'i kuptojnë nëse shohin deklaratat se për kë ka folur Elton Tozaj dhe Elton Tozaj në rast se vërtetohet dhe referuar edhe një herë akuzave publike që ai bën është goditur për shkak të detyrës dhe ka një tjetër në temin një tjetër parashikim edhe në kodin penal për këtë rast. Unë nuk di ende nëse ka nisur një hetim kryesisht të policisë, për mos pas deklaratës të bërë edhe në media, pra edhe përmes një interviste që ky fundit kishte në media ku tregoi për gjendjen e tij shëndetësore, përhodhi edhe akuzat e tij publike, pa diskutim që duhet të jetë regjistruar një procedim penal për dhunë për shkak të detyrës, që duhet pastaj edhe të pyetet ky i fundit nga ana e autoriteteve se cilët janë personat që dyshon se e kanë goditur apo që kanë porositur rrahjen e këtij të fundit, dhe që policia dhe prokuroria të bëjë një hetim dhe të zgjedhojë le të themi përpara përgjegjësisë autorin apo autorët e kësaj vepre të rëndë, sepse për hir të së vërtetës dhuna e ushtruar ndaj gazetarit Elton Toza ishte makabër, pra rrezikon të humbas edhe një rësy. Megjithatë, në asnjërin nga luftimet zyrtare të mbërritura nga policia e shtetit ditëve të fundit nuk ka pasur ndonjë pjesë ku të flitej pikërisht për këtë rast dhune të ushtruar. Megjithatë, në momentet që niset kryesisht ka raste edhe që nuk sjellin njoftimin, do të doja shumë që hetimi të kishte nisur. Ndërkohë sa i takon rasteve të dhunës në TikTok, kjo pastaj merr komplet një dimension tjetër diskutimi. Në dhunë e cila për fat të keq duket sikur vjen për shkak të asaj manisë së madhe për klikime. Nuk është vetëm rasti i 26 vjeçarit në zonën e Freskut, është më e hershme historia e dhunës në TikTok. Unë kam ndjekur shumë shpesh sepse patjetër jam ndjekur për shkak të manisë që ata kanë për klikime, për shkak të mënyrës se si zgjedhin ta ushtrojnë dhunën, pra live, online, për ka pasur raste që dhuna ndaj disa personazheve të TikTokut është bërë edhe teksa ata ishin live në TikTok, për shembull më kujtohet rasti i Diamantit që u godit përgjatë live-it. Ti në TikTok ke fëmijë, ti në TikTok ke njerëz të themi të papërgjegjshëm dhe çfarë mesazhi ti u përcjell që ti mund të promovosh dhunën, ti mund të promovosh fjalorin e degeneruar, sepse nuk mund t'i vënë ndonjë emër tjetër këtij fjalori, dhe nuk ka pasur ndonjë mas, pasi nuk ka pasur as denoncime nga ana e personave të cilët janë goditur. Dhe çfarë ndodh pastaj, Mario? Pasi bëjnë debatën në TikTok, ushtrojnë akte dhune, i nxjerrin përsëri në TikTok, dalin dhe tentojnë pra në një mënyrë ose për të pajtuar me njëri tjetrin po nga live-i në TikTok, ose për të vazhduar, le të themi, për ta zgjidhur me njëri tjetrin. Ose duke u dhunuar më shumë, ose duke e përdorur si një lloj argumenti se çfarë të diskutohet në live-in e radhës. Ndërkohë në rastin e 26 vjeçarit të rrahur në Bresk, ka pasur një iniciativë të ndërmarrë kryesisht nga Komisariati nr. 4 dhe Policia e Tiranës, dhe besoj që policia në secilin rast kështu duhet veprojë dhe kështu vepron, sepse edhe nëpër komisariate, por dhe në drejtoritë vendore të policive, ka një seksion të veçantë që është seksioni kundër krimit kibernetik, që patjetër duhet i marrin këto video dhe këto pamje shumë të rënda dhe t'i konsiderojnë si provë materiale dhe të bëjnë hetimet e nevojshme për dërguar përpara drejtësisë të gjithë autorët e ndjekjes. Pavarësisht se në momentin që dalin përpara hetuesve nuk e pranojnë që janë ata autorët. Për shembull në rastin e Suada Muçës, pavarësisht se Xhemal Luka nuk e pranon që ka shkuar dhe ka dërguar njerëz, persona për ta rrahur këtë fundit për shkak të një konflikti që kishim pasur më herët përgjatë live-it në TikTok, në fakt Suada Muça dëgjohet në video duke i kërkuar falje pikërisht Xhemal Lukës, një tjetër personazhi që hiç ide nuk ja kam se kush është në fakt, po thjesht i referohem me emër mbi emër ashtu sikurse autoritetet edhe Suada Muça në rastin konkret i referohej.
Kështu që për sa kohë ajo i kërkon falje këtij të fundit dhe ky e mohon, ajo personat që i kanë shkuar edhe mund t'i ketë njohur. Dhe personat që i kanë shkuar për ta goditur, më rënda është Mario që përveç se kanë qenë dy femra, ka qenë edhe një djalë që i shoqëronte. Pra, kemi dy femra dhe një djalë që rrahin një grua tjetër. Sado e pëlqyer apo e pa pëlqyer të jetë kushto personazh që zgjedh të bëhet i famshëm në TikTok apo në rrjetet e tjera sociale, përsëri dhuna nuk justifikohet. Qartë dhe një pyetje të fundit Ait. Në këtë studio ke thënë që shpesh herë eskortat infiltrojnë brenda mediave për të rritur edhe pazarin e tyre, le të themi. Jemi në një kohë që kemi dy nga ngjarjet më të rëndësishme mediatike të showbizit, siç është Big Brother VIP Kosova dhe Big Brother VIP Albania. A ka nga këto personazhe këtu të përfshira, pa përmendur emra gjithmonë? Në fakt, nëse ju referoheni kastit Big Brother VIP Albania që ka hyrë këtë vit, më pëlqen shumë si kast, një pjesë të vajzave sigurisht që i njoh edhe më herët si personazhe publike, jo ndonjë njohje personale dhe kanë një tjetër lloj qasje dhe një tjetër lloj integriteti. Ndërkohë, ajo që mua më ka bërë shumë përshtypje edhe për mesazhin që përcillet janë pjesëmarrësit në Big Brother VIP Kosova. Qartë. Pa dashur të paragjykoj dhe të gjykoj askënd, qoftë nëse hyn për të për të rritur një nivel të dukjes së tyre apo gjithçka tjetër, por mënyra e sjelljes, mënyra e le të themi mesazhit që përcjellin, mënyra se si drejtohen njëri tjetrit, ajo vetëm lojë që nuk është. Pra, për shembull, më ka bërë shumë përshtypje një nga rastet kur njëra vajzë nuk më kujtohet se si e ka emrin, është modele në mos gaboj, i drejtohej vajzës tjetër dhe i thonte që ti nuk je asgjë sepse i dashur jot është tashmë në DM-in tim dhe po më shkruan mua. Pra, që këtu kuptohet niveli dhe nuk ka nevojë të flas më shumë. Qartë. Aida, faleminderit shumë që ishet me ne. Ishte emisioni fundit i yni për këtë vit dhe mbyllëm me ju. Faleminderit shumë. Vit të mbar dhe qoftë 2026 një vit lajmesh të bukura, të mira edhe mesazhesh pozitive dhe sa më shumë pafshim sa më shumë në ekrane njerëz të cilët përcjellin edhe modele dhe vlera të vërteta. Faleminderit shumë për mesazhin dhe gëzuar. Fatëmbarësi. Gëzuar.